Mendoj të gjithë njerëzit të rreth teje duke adhuruar gurë që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë. Në mes të kësaj errësire, në Mesopotamin e lashtë, një djalosh ngriti kokën nga qielli dhe bëri pyetjen që ndryshoi rrjedhën e njerëzimit duke thënë: kush është Zoti im i vërtet? Për të sjellur argumente racionale popullit të tij, kur pa yllin që shkëlqente në natën e zezë, Ibrahimi a.s. tha: ky është Zoti im, por ylli perëndoi. Pa hënën që ndriçonte mbi botë, por edhe ajo u zhduk, pa diellin madhështor, por edhe ai u fsheh në horizont. Me një logjik të pastër që buronte nga shpirti, ai deklaroi duke thënë: o populli im, unë nuk i dua ata që perëndojnë. Ai kuptoi se krijuesi nuk mund të jetë diçka që zhduket, por ai që krijoi vetë dritën, hapësirën dhe kohën. Ibrahimi a.s. nuk priti që njerëzit të ndryshonin. Një ditë, kur qyteti ishte bosh, ai mori një sopat në dorë dhe hyri në tempullin e madh të idhujve. Me goditje të forta, ai i coptoi të gjitha statujat, duke lënë në këmbë vetëm më të madhen. Kur njerëzit u kthyen të tërbuar dhe e pyetën se kush e bëri këtë, Ibrahimi a.s. u dha mësimin e jetës duke u thënë: pyeteni idhullin më të madh nëse ai vërtet mund të flasë. Turma u turpërua, sepse e dinin se gurët nuk flasin, por arroganca e tyre i shtyu drejt një vendimi mizor. Ai vendim ishte ta digjnin Ibrahimin a.s. të gjallë. Përkadetën një zjarr atë gjigant sa zogj nuk fluturonin dot mbi të. I lidhur në një katapult, Ibrahimi a.s. shqiptoi fjalët që të rëndetën botën kur tha: hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allah dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Në momentin që trupi i tij preku flakët, Allahu i dha urdhër materjes duke i thënë: o zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Zjarri dogji vetëm prangat, ndërsa Ibrahimi a.s. po shijonte freskinë e një kopshti në mes të ferrit. Një mrekulli që dëshmoi se atë që Allahu e mbron, e tërë bota nuk mund ta lëndoj. Por sprovat nuk mbaruan këtu. Vite më vonë, Allahu i lartë madhëruar e urdhëroi Ibrahimin a.s. të linte gruan e tij Haxherën dhe djalin fosht Ismailin a.s. në mes të një shkretëtire pa ujë dhe pa njerëz. Haxherja e pyeti: atë ka urdhëruar Allahu për këtë? Kur ai i tha po, ajo u përgjigj me një besim mbi njerëzor duke thënë: atëherë ai nuk do të na lërë të humbur. Dhe vërtet, kur shpresa dukej se u fik, Allahu dërgoi Xhibrilin a.s. me një goditje të krahët në tokë, shpërtheu uji i Zemzemit, një burim jetë që lindi në mesin e vdekjes, duke e kthyer atë shkretëtir në qendrën e botës, Mekën e bekuar. Kur Ismaili a.s. u rrit, bab e bir ngrinin gurët e rënd në ndjellin e nxehtë, po ndërtonin shtëpinë e parë të Allahut në tokë, Qabën. Me çdo gurë që vendosnin, luteshin duke thënë: o Zoti ynë, pranoje prej nesh. Allahu e urdhëroi Ibrahimin a.s. të thërriste njerëzit në haxh, edhe pse ishte në një shkretëtir të vetmuar, ai thirrri. Dhe ajo thirrje përshkoi shekujt, duke mbërritur në veshin e çdo besimtari që edhe sot thot: labbaik Allahumma labbaik, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem. Por testi më i rënd i erdhi atëherë kur Ibrahimi a.s. e deshi më së shumti të birin, një urdhër për të sakrifikuar Ismailin, një baba dhe një djalë që dorëzohen plotësisht para vullnetit të Zotit. Në momentin e fundit, Allahu zëvendësoi sakrificën me një dash nga xheneti. Ata e kaluan provimin e zemrës. Ibrahimi a.s. ndëroi jetë pas 175 viteve, duke lënë pas trashëgimin e pastër të tauhidit. Ai na mësoi se kur vendos Allahun të parin, asgjë nuk humbet. Ai mbeti Khalilullah, miku i ngushtë i Allahut. Nëse kjo histori ta ka prekur zemrën, shkruaj elhamdulillah për udhëzimin e tij. Ky ishte rrugëtimi i profetit Ibrahim. Paqja dhe mëshira e Allahut qofë mbi të dhe mbi të gjithë ju. Cilin profet dëshironi ta trajtojmë në serinë e radhës? Shkruajeni në komente.